Këtu jemi në qabën fisnike, sot e falëm namazin e fundit të yatsis, së shpejti kemi me utu, e kemi këtu me vetin Haxhi Shuajbin nga Bardhi i Madh. Haxhi, apo na tregon ti përjetimet tua gjatë kësaj umrës? Selam aleikum, elhamdulillah, kemi kalu mirë, i kemi kry detyrat besoj mirë, ma mirë nuk bën hes, këto në janë kontë mira me ushqim, me rrugë, me krejt, ma mirë nuk di qysh. Elhamdulillah. Elhamdulillah. Zoti ju shpërblik. Na ke tregu që në vitin 2006 kishte pas bo Haxh me autobus për Kosovës, a? Po, është e vërtet, 6 ditë kemi bu për Kosovës dhe në Medine, kemi bujtu në Turqi edhe në Siri, në Damask, shto si 6 ditë edhe net kemi bu me orë deri në Medine. Allah jo pas pranu. Amin jo rabi. E tash jush janë lecu sendet, s'ban kur kush mu anë ku, a? 100% o ma mirë. Aeroplani për të bje për 4 orë, edhe 3-4 orë kënina, kështu që për gjysë ditën në vend. Subhanallah. A ja preferandi gjithë kujt me orë? Valla unë një mesazh e kësha dhonë, kush ka mundësi, materiale, mështë e kërsen, dhe djetë të shfrytëzon këtë mirësit Allahit, këtë vend shajt, se i paguhet. Mështë në logarit harxhimin, se harxhimi harxhuhen ashtu e kështu mjetet materiale. Bile në zënë diska. Allah shpëlejt, Haxhi. Amin. Jam këtu me të nderuarin Sali Ajdini, ka orë në umre dhe është bërë musafir i Zotit. A mund është me na tregu se si ki kalu këtë umre? Selam aleikum. Në umre, unë vim për herë të parë, jam shumë i knaqën, Allah inshallah të tonëve jam mundësën më ardhë këtuna, kushtet mira, Hoxha na ka mundësue të na vendet i kemi vizitue, jemi të knaqët në ekstrem mirë. Ja kisha jep një mesazh, kush ka mundësi, me ardhë sa ma shpejt, sa ma i ri, ma knaqësi i konga. Inshallah Allahi të tonë i bjerë në këtë vend, të shenjtë. Amin, amin. Si ka qenë djenja ju kër e keni po qabën? Vallahi, për mu ka në diçka s'muj me paramenue. Sa edhe për herë të parë, mu ka duk diçka, në gjdo send mu ka rënqet në trup, prej knaqësie. Qa që mu ka duk mirë. Inshallah Allahi na ka pranu, inshallah Allahi gjithë në sjell me të mira këtuna. E sa ma shpesh. Amin. Po në Medine, në xhamin e pejgamberit a.s. si keni kalu, si u ka duk? Nuk muj me përshkru aq mirë që ishte në atë vend. Shumë mirë. Ma mirë s'ka qysh. Edhe në të boshja gjenetit. Të boshja gjenetit kemi falë namaz. Tani edhe namazin e sabat e kemi vizitu 2 herë atë vend. Shumë vend që s'mun me paramenu e njëri. Këtë na ja u përshkrujnë njerëzve pa e përjetun nuk është këtë. Knaqësia ma madhe kur e përjeton. Qa fulim na, o ndryshe, kur e përjeton o pak ma ndryshe. Edhe unë kum nije shumë që i kanë thonë mirë, po tash e kum përjetu e vetë mu ka do që ma knaqësi s'ka qysh. Inshallah Allah i na pranon, inshallah Allah i na sjell sa ma shpesh kësaj. Amin.